Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një sër takimesh në kuadër të forumit të Unionit Demokratik Ndërkombëtar IDU në Zagreb të Kroacisë, ku në fokus kanë qenë zhvillimet politike në Shqipëri, si dhe procesi i integrimit evropian të vendit. Gjatë një takimi me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković, Berisha ka ngritur shqetësime për atë që e cilëson si regres demokratik në Shqipëri, mungesë të zgjedhjeve të lira dhe ndikim të krimit të organizuar në jetën politike dhe ekonomike të vendit. Nga ana e tij, Plenković ka rikonfirmuar mbështetjen e Kroacisë për integrimin evropian të Shqipërisë, duke theksuar se procesi duhet të bazohet në merit dhe në përmbushjen e standardeve. Në një tjetër takim me presidentin e Unionit, Stephen Harper, Berisha ka paraqitur një sër kritikash ndaj situatës politike në vend, duke përmendur pretendime për korrupsion në nivele të larta, ndikimin e grupeve kriminale në ekonomi dhe proceset elektorale, si dhe atë që e cilëson si presion ndaj opozitës. Ai ka vënë theksin edhe tek emigrimi masiv i shqiptarëve dhe sipas tij, kapja e institucioneve shtetërore. Berisha ka theksuar gjithashtu se Shqipëria po përballet me sfida serioze në rrugën e integrimit evropian, ndërsa mbështetja ndërkombëtare për opozitën është vlerësuar si një element i rëndësishëm nga IDU.